mbështetës të vetëm, por nga ana e rajonit nuk kemi asnjë dritë jeshile për paqe, vetëm thjesht janë biseda, muhabete, si themi ne, muhabete kafenesh, të cilat duhet për të folur para opinioneve. Sokoli, ndërsa ashtu si the edhe ti, pra Izraeli dhe Irani po shkëmbejnë raketa, Trump nga ana tjetër flet sigurisht dhe për sinjale diplomatike nga Teherani dhe për një marrëveshje që ndoshta dhe sipas vetë presidentit amerikan është disa ditë larg, por ky kontrast mes realitetit të përgjakshëm në terren dhe nga ana tjetër optimizmi të Trump është pothuajse surreal do ta quaja. Pra, mendon se në këtë rast Irani është duke përdorur diplomacinë sekrete si një mburojë tymi për të frenuar ndoshta dhe reagimin amerikan, ndërsa përgatit edhe hapat e ardhshëm, hapat e radhës ushtarak? Tashmë normalisht Irani është një kuti e mbyllur të cilat ne dishim që është një luan prej letre, domethënë prej kartonit deri para 3 muajve, por doli pak ndryshe, por do të kuptuar pak edhe nga politikat e brendshme të Iranit, në të vërtetë kemi një unifikim të forcave të Iranit, përveç krahut politik, social dhe krahut të gardës revolucionare islamike. Pra, a kemi me të vërtet një apo jo, kjo le shumë për të dëshiruar dhe normalisht në disa të tilla, në kaose të tilla, çdo kush mundohet të dalë, domethënë fitimtarët, çdo lloj force apo çdo lloj grupimi apo çdo lloj fraksioni mena grupimeve të ndryshme të ushtrisë dhe formacionet të tyre, edhe pse kanë atë sistemin e mbrojtjes mozaike, e cila me të vërtet dha një dëm shumë të madh për rajonin, për Izraelin, për Amerikën dhe për atë fuqinë amerikane e cila e tregoi për shembull në Venezuela me Maduro, atë nuk e arriti ta tregonte dot, kurse me parë nga diplomacia e Iranit, me të vërtetë që Irani çdo gjë vazhdimisht dhe ndoshta edhe historikisht e ka që ta shtrihë në kohë, pra ta lej në kohë negociata. Këtë do të thonë këtë ka ndjek Irani dhe duket që ka dhënë një sukses qoftë në kohën e Obamës si bën atë marrëveshjen për nuklearizmin, po ashtu edhe gjatë viteve të fundit apo gjatë muajve të fundit, dhe a jep një fitore Iranit kësaj, kjo do ta shohim edhe pak ndryshe mendoj unë, sepse Irani është për mbrojtje, pra nuk është për luftim, nuk është pushtues si Amerika dhe si Izraeli, por është për mbrojtje. Dhe deri më tani ka arritur të mbikëqendrojë, pra dhe të japi zarare, të japi dëmet e konsiderueshme Amerikës, për shembull Gerald Ford, anija më e madhe lundruese aeroplan bajse në botë, domethënë edhe pse neve na thuhet që doli një zjarr atje në magazinin në depon e lavatriçeve, kjo është shumë për të dëshiruar sepse është anija më e shtrejta e gjithë botës, dhe nëse ata inxhinierët dhe arkitektët nuk e kanë menduar nga lavatriçe me dalë një zjarr, kjo është shumë për të dëshiruar, dhe ato anijat e mëdha luftarake të Amerikës tashmë janë shumë larg zonës të cilat thuhet ose mendohet pak, ose ka gojdhëra shumë të ndryshme të cilat Irani ka arritur t'i dëmtojë këto, dhe dëmtimi këtyre me të vërtetë që Amerikën e ka të hequr, por nëse i kthehen pyetjes suaj, domethënë me 2-3 fjalë, do të thënë kjo që paqja atje, domethënë jo paqja, sepse paqja nuk do të ketë në lindjen e mesit për dekada me radhë, por pushimi i luftës atje është i detyrueshëm për Amerikën, por edhe për Iranin. Vetëmi vend që nuk e do pushimin e luftës është Izraeli, por në këtë kontekst Izraeli është shumë i vogël nëse nuk i konvendon dëshirëshmëria që ka Amerika, por i duhet me patjetër armë pushimi Amerikës, sepse me të vërtetë nuk arriti të merrte atë, i doli një problem që ai nuk e kishte folur kur apo nuk e kishte menduar më parë, siç është ngushtica e Hormuzit, por edhe atë e arriti ta rikthejnë në përfitime globale, të cilat bursat e Brent Petrol, domethënë që rriten e ngrihen, domethënë ata triliona dollar, kjo është një gjë tjetër, por i doli problemi i ngushticës së Hormuzit, e cila me të vërtetë që një armë bërthamore në thojza tashmë duket sikur i ka kaluar Teheranit, dhe sa do t'ja arrisin Teherani, dhe me bombardimet, nëse pritet edhe këtë javë që të ketë bombardime, pavarësisht asaj që thotë Trumpi kemi paqe, sepse Trumpi që ditën e parë të bombardimeve thotë do të kemi paqe shumë shpejt, i ditë 2 ditë 3 ditë, po janë të gjitha të paktën deri më tani kanë qenë prralla, dhe asnjë gjë reale çfarë ka thënë Trumpi për armë pushimin apo për mbrojtjen e asaj. Edhe ditën e sotme të mëngjesit, nuk e di a ka kaluar në agjencitë ship, gjithsesi është rrëzuar në Hormuz, në ngushticën e Hormuz, një helikopter i ushtrisë amerikane. Pra, tash normalisht Amerika do të thotë që është nga një defekt është rrëzuar, por tash defekti në këtë gjendje le shumë për të dëshiruar, e cila pra situata me gojë, pra thotë që po kemi një paqe, por realisht jo atë. A do të ketë forcë Irani, po Irani do të ketë forcën vetëm dhe vetëm nëse
bombardon dhe i jep dëmin që asaj i japin. Pra nëse i jep dëmin që asaj i ka bë Amerika dhe Izraeli, pra ja bën Amerika dhe Izraeli, ja bën Izraelit, atëhera mund të kemi tavolinë të paqes, por nëse Irani deri më tani e cili nuk e ka dëmtuar Izraelin, që Izraeli e ka fshi, e ka barrafsh me tokë Iranin, gjitha pikat më të rëndësishme strategjike, atëhera normalisht Irani do të luftoj për të mbikëndruar, por forca për ta ulur në tavolinë do të jetë vazhdimisht nga Amerika, e cila edhe Amerika lot atë rolin që e ftofi çik, ngret bursat, ul çmimet e Brent petrolit, e floririt e të tjera, Bitcoin e gjana, pastaj i ngret përsëri. Domethënë kemi një spekulim ekonomik, por jashtë edhe strategjik. Irani është për vetë mbrojtje, sa do të arrijnë Irani ta bëjnë këtë, ku zot harruar që edhe Iranit me do e mos shumë shpejt i duhet një armë pushim në thojë, sepse një paqe të konsoliduar për lindjen e mesme, të paktën edhe me vite me radhë nuk duket në horizont asnjë. Pas të paktën unë kështu nuk e shoh domethënë. Se kemi një paqe të qëndrueshme. Ndërkaq Sokol, një marrëveshje e mundshme tashmë mes SBA-s dhe Iranit, duke pasur parasysh edhe përplasjen që ka mes Netanyahut dhe presidentit Donald Trump, mendoj se do të kishte një peshë krejt tjetër nga marrëveshjet e mëparshme. Pra, në këtë situatë kur Teherani di që Washingtoni po përpiqet tashmë të frenojë Izraelin për këto sulme, cilat do të ishin dhe lëshimet që mund të kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Iranit? Në fakt, Amerika nuk ka ndaj presion domethënë nga Tel Avivit që të ndalë këto gjëra. Kjo është thjesht vetëm gjuhë e folur nëpër televizion apo nëpër median sociale të vetë të Trumpit apo të Benjamin Netanyahut. Kjo nuk duket sepse gjatë rruga që të çon gjatë tavolinës për të shkuar në tavolinë e diplomacisë, normalisht këto janë gjëra normale, domethënë nga fusha e luftës që të tentojnë të acarojnë njëra tjetrin, por çfarë do të lëshojë Amerika? Amerika është e pamundur të lëshojë diçka, domethënë kundër në kërkesat e saj, sepse nëse Amerika lëshon nga ajo, masanej Amerika i gjithë ajo filozofia dhe mundi i Amerikës dhe shtetit amerikan prej mbi 8 dekadash me radhë që të jetë xhandari vetëm i botës. Kjo Amerika është e pamundur që të lëshojë diçka, sepse qëllimet e Amerikës kanë qenë të marrin ato 650 kg apo 450 kg apo sa janë, se nuk dihet mirë, domethënë uraniumin, dhe këtë më sa duket Irani e ka arritur ka shkuar në atë forcë sa që mos t'ia japë për Amerikës, dhe Amerika tentoi atje për ta marrë disa herë, domethënë me aksione si kur bëri me Maduron, gjithsesi nuk arriti ta marrë. Pra nëse nuk e merr atë, Amerika nuk ka asgjë. Po qoftë edhe ndryshimi i regjimit që tashmë po bëhen 100 ditë gati që nga fillimi i kësaj lufte asnjë nuk ndryshoi atje. Por edhe në aspektin e Izraelit, për shembull, çfarë ndryshoi për Izraelin? Atje Izraeli ende vazhdon Benjamin Netanyahu duke konsideruar domethënë edhe këtë që do të sjellin vota më të mëdha në zgjedhjet e kësaj vjeshte, që mendohet që do të mbahen në Tel Aviv. Në Izrael, atëhera këtu jemi shumë kompleks. Amerika nuk lëshon pe, nëse lëshon pe Amerika i humb ajo perandoria saj që ka mbar globale, kurse Irani mund të lëshojnë deri ku mund të lëshojnë. Pe tashmë që ka kapur edhe atë jokerin në dorë që është ngurësia e besohet, edhe Irani është pak i vështirë, por duhet kuptuar që Irani është për mbijetesë, Amerika është për pushtuese, pra është për sulmues atje së bashku me Izraelin. Dhe kush do të lëshojë këtu? Ai që do ta humbi domethënë forcën e vet, pra efikase me goditjet më ashtu i detyruar të lëshojë, sepse kështu na ka mësuar gjithmonë historia e luftave. E qartë. Mirë, Sokol, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë ku ndalëm tek ajo çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme, pas pak do të rikthehemi në pjesën e dytë për të folur mbi protestat në vendin tonë dhe Zvërnecin.